Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, të mëshiruesit. Falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë me dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që Ti na ke dhuruar, Ti je i gjithditur dhe Ti je i urti. O Zot, na mëso atë që na bën dobi e na bëj dobi me atë që na mëso dhe na shto diturinë dhe urtësinë. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëje këtë gjë që ne e mësojmë apo a mësojmë të tjerëve, argument, dëshmi, avokat për ne ditën e Kiametit. Atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastër dhe me vepra të mira. Siç kemi bërë traditë, rrim netëve të ditës martë për të parë pyetjet që kanë vëllezërit ose motrat ose pyetjet të cilat janë të depozituara. Duke lutur Zotin që na japi sukses në përgjigjet që do t'i japim dhe rigorozitet. Kështu që nëse vëllezërit që janë këtu për momentin kanë pyetje, mund të japin një sinjal dhe mund të ndërhyjnë me pyetjet e tyre. Po edhe motrat mund të shkruajnë pyetjet e tyre, nuk ka asnjë problemi. Ndërkohë që ne po fillojmë me pyetjet që i kemi të arkivuara. I thot, mama, ç'ke mirë. Më fal për pengesën, po desha të bëj një pyetje, thot, kur bëj nikahun, lirat me të cilat jam dakord, a duhet t'i japi burri kur ka shkurorzim, apo duhet t'i japi gjatë martesës? Pastaj a jepet zekati për këto lira? Po nëse nuk i ka të gjitha lirat në pjesën e Kosovës të Maqedonisë Veriut, a ka më është kjo tradita e nikahut me lira turke, floriri? Tani mehri, kur e bëjnë mehrin ose dhuratën martesore, për shembull thonë 150 lira turke. E çfarë bëjnë për shembull? Ja morën vjerrës ose kunatave, rëndësishme i bëjnë 150, ja lejnë kësaj ca kohë, pastaj ja marrin se do ja japin tjerëve. Edhe janë bo këto 100 lira, ose 150 lira, ose 120 lira, ose 80 lira, janë bo si kështu, si taksi. E përdoret për këtë rast, përdoret për këtë rast, përdoret për këtë rast. Kjo faktikisht nuk është e lejuar, sepse ato lira kur t'i jepen bëhen pronë e asaj nusje që i jepen. Ose t'i jepet vlefta monetare e 150, le të themi 150 lirave, apo 100 lirave, apo 80 lirave, ose t'i lihen asaj këto lira, e para. E dyta, këto lira duhen dorëzuar. Pra ti nuk mund thosh, sa është mehri 150 lira turke, flasim ato të floririt, po mirë, kur të ndahen, nëse në divorci do t'ja japim. S'funksionon kështu. Është drejta e femrës ta zotërojë mehrin në ditën e nikahut, ose nëse bjet në dakord, e ndarë në 2 pjesë. Para nikahut një pjesë, mbas nikahut një pjesë. Po jo të presim kur të ndahet. Po haku i femrës, që është mehri, pra nuk funksionon në këtë mënyrë. A duhet dhënë zekati për këto lirat e arit turke, që kanë si traditë akoma? Po, duhet dhënë zekati. Duhet dhënë zekati si floririn përgjithësi, në mendimin më të drejtë të dietarëve, se ka një mendim që thotë nuk obligohet, po më saktë është që duhet dhënë zekati. A lejon Kur'an xhars, që do me thënë kavanozat e Kur'anit, është një kavanoz ku brenda ka ajete kuranore dhe jashtë kavanozit ka të shkruar nëse je i vetmuar, hap letrën me ngjyrë, nëse je i mërzitur me këtë ngjyrë e kështu me radhë.
Dhe kur ti e hap atë letrën, ke aty një ajet kuranor i cili të përkujton, i cili të bën të ndihesh mirë e kështu me radhë. Hajde më lojra për kalamajt. Lojra për sigurisht që për fëmijët, a kupton? Allahu thot në Kur'an, e kemi zbritur Kur'anin shërim dhe bekim, ilaç, mëshirë. S'ka nevojë njeriu me lozë kështu me kavanoza, loja me kavanoza, si kemi pas lujë kur ishim të vegjël. Se je mërzit në gjyra kuqe, nëse je i pikëlluar në gjyra verdh, nëse je me dhimbje kokën në gjyra jeshile. Muhabete. Po nëse, domethënë, aq poshtë kanë shku muhabetet, kështu janë të umajt njerëzit sot, me kështu muhabetesh. Qefi madh, filxhona me lloj-lloj ngjyra shmrena, filxhona me ngjyra kështu, kavanoza me ngjyra ilberi brenda, edhe e ke aty menuja e turshis. Dhimbje koke jeshile, i vetmuar e zez, i divorcuar gri. Ku dëgjon edhe njëri ju si pas llojit që është momentit, tak shkon kap atë, edhe lexon ajetin kuranor dhe ai ajeti fjalë, ai do ta shpërthej situatën e do të bëhet lema, mos e pyet. Për Zotin e di si më duken këta muhabete kalamësh kopshti, që lozën kështu bëjnë me ngjyra, edhe i fusin një kavanoz ose i fusin diku atë kënaqen, i shpërndajnë. Si puna asaj si gjades. Si gjadja tha e zgjuar. Çfarë ishte si gjadja e zgjuar? E kishin bë me memorizim, që namazet do të falësh tani drekën. E shtyp me kamate, ti vetëm Allahu Ekber. Falet si gjadja për ty. Ti shkon në ruku, shkon sejdë, aja thot Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Nuk e di pse ka nivel i dobët shumë. Komercialitet, gjithçka. Hajde çfarë bëjmë gjithçka që të shitet. Kjo e kavanozave që e ka ide fantastike për të bërë pare nga budallëjt. Si puna e kësaj si gjadës. Çfarë s'u shkon mendja, subhanallahu, të fortë janë vallaj. Nusja do të vendosë shamin, mirë për më thotë, kur të vendosë shamin, dua që të vesh pantallona dhe xhinsa, pastaj shamin sipër. Nusja herë duhet të mësoj ç'është hijabi. Hijabi nuk është shami koke. Hijabi nuk është shami koke. Hijabi do të thotë veshja e femrës besimtare, që duhet plotësoj kriteret caktuara. Duhet të jetë i gjerë, duhet të jetë jo i të i dukshëm, duhet të jetë jo i zbukuruar, duhet të jetë jo i parfumosur, duhet të mbulojë të gjithë trupin e femrës, nuk duhet t'japi detajet e trupit femrës, duhet që shamia të derdhet mbi kokë, të derdhet mbi supe, duhet që mos përngjasoj me rrobat e meshkujve, pantallonat këtu. S'duhet përngjasoj me rrobat të grupeve të humbura, qofshin jo besimtar apo grupe të humbura brenda islam, etj. Është dinjitet. Rroba e femrës muslimane është dinjitet. Rroba e femrës muslimane do të thotë ajo shpreh identitetin e saj të besimit nëpërmjet kësaj rrobe. Për këtë arsye ju thoshin të moshmit, nëse do me ditë fenë e burrit, shif si i vishet gruaja. E nëse do me ditë fenë e gruas, shif si vesh gocën. Shif si vesh gocat. Du me vu shamin thot, por ta vesh me pantallona. Shami nuk është shami koke. Po është diçka që duhet të mbrojë trupin e femrës, duhet të plotësoj kritere, etj. Gjitha. Për këtë arsye, kush bën ndërmend me vuj xhabin, duhet lexoj. Duhet lexoj ç'është hijabi, ç'është femra muslimanes, çfarë kriterë duhet plotësoj, si duhet të jetë, sa duhet të jetë, çfarë duhet mbuloj nga trupi i femrës, çfarë lejohet që duket për këtij trupi, çfarë nuk lejohet që mos duket etj. Kur klienti të le bakshish dhe thot po t'i lej ty, mirë për pronari thot bakshishet janë të mijat, si duhet vepruar? A nuk duket se këtu pronari po na bie hakut, pra po na e merr hakun ton? Varet si është bërë
kontrata e parë fare kur keni bërë marrëveshjen e punës. Nëse keni rënë dakord që bakshishet i merr pronari, le të thoj sa doj klienti ta komplon ty. Klienti po dëshmë të lënë diçka ta lej jashtë punës. Ta sjelli ke shtëpia, po jo aty në punë. Qofse keni rënë dakord që bakshishet janë të pronarit dhe ti ke një rrogë të lartë, se bakshishet i merr pronari, mbaroi historia. E nëse ju keni rënë dakord që bakshishet që bakshishet ti marrësh ti, për shkak se është dhe rroga më ulët, sepse janë llogarit edhe bakshishet, në këtë rast pronari të hyn hak. Dhe pronari hyn hak punëtorëve. Edhe kanë rënë dakord që të ketë një rrogë se do të përfshihen bakshishet, pastaj pronari bëhet pishman. I duket sikur fitojnë shumë. Punon shejtani, punon shumë këto muhabete. E thotë jo bakshishet do i marrun. Në këtë rast po ju ka hyn hak. Po ju bën pa drejtësi. A më vjen mua po lexon dikush Kur'an andej. Nuk po them si shthaja prej zhelesh, po thuj të pushoj. Apo është duke falë namaz ndoshta. Okay. Halal. A kam të drejtë namazet me i bashku kur jenë spital? Sot kam hyrë në operacion në kohën e drekës, s'kam mujtë ta bëj në kohën e vet, e kam falë për ikindi. A bën prapë me i bashku? Po, lejohet. Kur njëri është i sëmur, lejohet që t'i bashkojë namazet për shkak të sëmundjes. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Sepse ka transmetime të sakta që pejgamberi sa më ka lejuar një gjë të tillë. A lejo ta tregosh duan që bën në fshehtësi nëse të pyesin? Ja, mos e tregon se po ta morin, po ta mësojnë. Ma e sekret, ruje. Po tregohet çfarë lidhje ka ky muhabet, elhamdulillah. Fshehtësi. Sekretet, fillun sekretet. Kam një rast që nuk më ka rastis më përpara dhe nuk e di përgjigjen. Ky do të jetë hoxh. Me sa duket, ndoshta. Isha tek dentisti për me vendos një vit kocke dhe dentisti më tha që kocka ime është e dobët dhe duhet të vendos një copë kocke tjetër të huaj. A lejo që kjo kocka e huaj të jetë derri? Jo, nuk lejohet. Allah ta shpërblet që e ke bosi pyetje, sepse ka dhe kocka të tjera që janë halal. Po jo derri nuk lejohet. Për shembull kur e kam vu ke dentisti që kam bërë ke guximi, ishin kuarce deti. Kështu. Edhe elhamdulillah, çdo gjë okay, në rregull. Kështu që nuk ka pse me vu derr në trupin e muslimanit. Është ndryshe kur rrezikohet jeta e çështje tjetër, po jo. Kjo ka alternativë, kjo gjëja këtu ka alternativë, nuk është se s'ka alternativë. Ka alternativë halal edhe okay, pastër. A lejohet namazi i vitrit me imsakun? Pyetje. Namazi i vitrit, këshilla ime është që të falet përpara imsakut. Je jashtë çdo debati për saktësinë e tij. Nëse vitrin e fal mbas imsakut, ka një mendim të shumicës sa atyre që janë morë me takuimin, me kalendarin, që thotë del pa namaz, vitri. Se si pas atyre ka hyrë koha sabahut. Imsak, do të thonë ka hyrë koha sabahut si pas atyre që kanë bërë kalendarin. Imsak, ne, në botën islame i thonë ezani i dytë. Është i njëjti kalendar 18.5 gradë Mekë, kësaj që ne i themi imsak i thonë ezani i dytë. Për këtë arsye, këshilla ime është që jo, mos më fal vitrin mas imsakut. Po mirë, po sabahun, mund ta falin direkt mas imsakut, unë them jo. Këshilla ime është më e vonu.
Sepse kështu i lejmë të gjitha debatet jashtë. Nëse dikush e falë sabahun me imsak, ka menim që thot del pa namaz. Ka menim, shumica thot del me namaz. Po më saktë është që rrezikon. Atëherë mas imsakut do të më prit 20 minuta minimalisht, pastaj me falë sabahun. Po mirë, po ky 20 minutë që tani çfarë mirë ka? E dyshim. Diçka e paqartë. Siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, halali është i qartë, harami është i paqartë dhe mes tyre ka gjëra të paqarta. Unë jam te kjo pjesë, kjo gjë për mua është e paqartë. Më mirë largoju. As mos e kalon kohën e syfyrit, edhe pse e mbyll 20 minuta përpara, le të themi, përpara sigurisë absolute, po të paktën nuk ke vezvese, nuk ke ngacmime që ndoshta se ka mbyll siç duhet. E mbyll aty. Ekstremi mund ta kish mbyll para kohë, po s'ka problem, mbyll para kohë. Sa sabahun vonon minimalisht 20 minuta, çfarë problemi ka nëse e vonon sabahun 20 minuta nga koha e vërtet, nëse do të ishte koha e vërtet imsaku? Kështu që për mendimin tim, imsaku aty të mbaroj gjithçka. A lejohet dhikri gjatë kohës së lindjes së diellit? Po, lejohet, s'ka asnjë problemi. Ka hyrë koha e namazit, ka ditur vetëm të pastër, kur ka shkuar të marr abdes, i ka ardhur cikli. Është obliguar për ta falë këtë namaz më vonë kur të pastrohet? Jo. Shumë e bukur kjo pyetje. Shumë interesante. Pra femra është thirr sot namazi i drekës. Ka qenë e pastër. E ka vonu namazin 2 orë. Pastaj ka thonë po fal namazin. Kur ka shkuar me marr abdes, e ka parë që ka filluar. Çfarë bëhet me namazin e drekës? A duhet ta përsërisë të namaz kur të pastrohet? Mas një javë për shembull? Sepse i ka hyrë namazin kohë sot. Jo. Është njësoj si kur njëri të vdesi në kohë të namazit, a është gjunafçar apo jo? Jo. S'është gjunafçar. Sa i ka qenë kohë. Pra nëse dikush hyn në namazin e drekës dhe se fali 2 orë të para dhe vdiq, është gjunafçar? Jo, se ka qenë kohë. Ka pas mundësi ta falë deri në fund të kohës. Po kështu edhe femra, nëse është me të përmuajshmet dhe ishte e pastër dhe bëhet e papastër gjatë kohës namazit, nuk obligohet ta përsërisë këtë namaz. Kam dëgjuar që nuk është mirë me fjet pas namazit të akşamit, po ne si Shkodran, Shkodra. Na pëlqen me fjet në zheg vetëm në atë kohë. Kemi ne nga Shkodra këtu? Kemi ne Shkodran këtu? Që ta vërtetojmë, është e vërtet kjo që thotë kjo apo jo? Thotë, kam të dëgjuar që nuk është mirë me fjet mbas namazit të akşamit, por ne si Shkodran që na pëlqen me fjet në zheg vetëm në këtë kohë, ka mundësi të flejnë. Dhe zakonisht deri në namaz të jacis. A kam gjuna? Jo, inshallah, nuk ke gjuna. Nuk ke gjuna, inshallah, taala. Po kjo po më bën habi, thotë, e pasën kështu si tradit gjithë Shkodrant, këtë muhabet? Apo ja. Faktikisht ky thot vetëm verë, në zhega i thonë vapës. Ha? Ja, pa i nuk e ka bë pyetjen sot o burr, ai do e bë pyetjen kur të vi vera. Në zheg ka përfshin stinën, në stinën e zhegut. E rëndësishme, haram nuk është, as gjuna nuk është mirë me flet mas akşamit, sepse zakonisht kjo e bën njëun dembel nga falja e jacis. Po nëse njëu flen mas akşam s'është i lodh, është i kput, edhe pastaj çohet për jaci, s'ka problem. Pra ideja e ndalesës, cila është që mos bëhet pengesë për jacin, po jo që o haram apo është gjuna. Akika në duhet patjetër që të na bëjnë prindrit apo mund ta investojmë edhe vetë kur të rritemi? Po, mund ta investojmë edhe vetë për të lehtësuar prindrit. Mund ta investojmë edhe vetë për të lehtësuar prindrit. Po prindrit tanë përgjithësisht e kanë ditë ç'është akika, kështu që nuk e kanë pas për obligim. Prindrit tanë nuk e kanë ditë se ç'është akika, kështu që nuk e kanë pas për obligim.
Kështu që mos më u stresu shumë të kjo pjesë. Kur kemi thënë që pasuria trashëgohet tek pasardhësit, 2 pjesë për djalin dhe 1 pjesë për vajzat. Këtu në Shqipëri nuk funksionon, sepse gruaja shkon tek burri dhe ka tek burri. A lejohet kjo që ta trashëgojë pasurinë vetëm djali? Në Islam nuk lejohet. Në Islam trashëgojnë të gjithë fëmijët. Normalisht ashtu siç e ka ndarë Zoti, 2 hise djali dhe 1 hise vajza, po jo me lënë vajzën pa gjë. Ndërsa teoria na futet të dhëndri, na futet gjaku huj, na futet këta janë teori xhahilijeti. Allahu e thot e zeza mbi të bardhë në Kur'an. 2 fishi i gocës merret nga ana e djalit. S'ka, domethënë, fjala e Zotit është mbi gjithçka. Fjala e Zotit është mbi gjithçka. Kjo gjë që not tek ne quhet xahiliet, ignorancë. Kam pasur diskutim me një person I cili beson se në natën e 15 të muajit Shaban është nata e mirë e Beraetit. Këtu ka thonë nata e mirë e Beratit, e bëj Gjirokastrës. Dhe njerëzit mblidhen në xhami dhe falin 100 rekate, pastaj bëjnë dhikr dhe dërgojnë salavate dhe dua. Thjesht një sqarim për këtë çështje. Sepse personi, pavarësisht argumentave që I kam dhënë, nuk bindet. Po pse ta trajtojmë përderisa nuk u bind ka, pse ta trajtojmë? Nata e 15 e muajit Shaban nuk ekziston në Islam flas, që ta ketë emrin diku të shkruajt me nata e Beraetit. Nuk ekziston askund e shkruar nata e Beraetit. Mirë, po e kanë quajtur nata e Beraetit. Pse e kanë quajtur kështu? E kanë quajtur se natën e 15 muajit Shaban është ai hadithi që thotë Zoti fal të gjithë besimtarët dhe besimtaret përveç atij dhe asaj që ka rënë në idhujtari, ose atij dhe asaj, ose atyre që kanë mes tyre mëri të pajustifikuar. Si fal Zoti këto 2 kategori? Kush ka rënë në shirk, edhe pse I thot vetes musliman, varri, tyrbja, teqja, I vdekuri, I gjalli, mali, fusha, kodra, guri, druri, kush ka rënë në shirk, Zoti se fal? Dhe I dyti kategori, kush ka mëri me dikë të pajustifikuar, sepse ti ke mëri me dikë që të ka vjedh makinën, ç't t'ja bëj halal? Jo, më sa bëj halal. Kam mëri edhe kam drejt, për shembull. Kjo është e justifikuar. Po mëri koti e pajustifikuar s'ka amnistia. Dhe tani, duke qenë se ka amnisti, e kanë quajtur nata e Beraetit. Beraet çfarë do thotë? Amnistia. Nata e amnistisë së madhe. Po pejgamberi sa që e ka treguar këtë histori që thamë ne tani, a e ka quajtur nata e Beraetit? Se ka quajtur. Qysh këtu fillon diskutimi? Pse ti I vën emrin një nate e emërton me një emër që se ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Okej, e lejmë këtë pjesë. Mos bëjmë debat tek pjesa si quhet nata, përderisa ndodh faktikisht amnistia. Le të themi nata e amnistisë madhe, okej, nuk ka problem. Po muajin e Ramazanit që natë për natë ka amnisti, si ta qenë në muajin e Ramazanit? Muajin e Beraetit, s'ka argument. Nëse e lejmë këtë pjesë, nuk po e diskutojmë. E dyta, kjo nata e Beraetit, ose nata e 15 e muajit Shaban, duke qenë pejgamberi sasem pejgamber, sa herë ka not? Duke qenë pejgamberi sasem si pejgamber, sa herë ka not kjo nata? 23 herë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë pejgamberi I Zotit 23 herë në natën e mesit të muajit Shaban. Pyetja shumë e thjeshtë, çfarë bëri diçka të veçantë që s'ka bërë në netet e tjera të këtij muaji? A boni 100 rekate? A boni dhikr? A boni salavate? S'ka bërë. Për këtë arsye thonë dietarët, gjallërimi I kësaj gjëje në këtë lloj forme, në këtë lloj ritualesh, në këtë lloj formash nuk ka argument. Po çfarë të keqe ka? Unë nuk po them, nuk kam unë ai që ndaj të keqen dhe të mirën. Unë po të them, a e ka bërë këtë gjën I dashmi I Zotit? Jo. Mbaroi historia për mua me kaq mbyllet. Me gjej qoftë edhe një hadith të dobët. Orë të dobët, jo I sakt, jo autentik.
Që pejgamberi sa natën e Berajetit, pra natën e 15 muaj çaba, bonte diçka që s'e kishte bërë herë tjetër. Jo po ka nga të parë ta, dakord, nuk po e mohon kush. Po ne themi feja buron nga cilat janë burimet e fesë? Kurani, 1, Suneti, 2, e treta ixhmai, 4 qiyasi. Kanë thonë filoni për tabin, okay, Zoti shpërbleft, ne tani nuk po shpallim qafir, atë që ne po themi nuk ka argument. Me që po flasim me argument, nuk ka argument. Jo, po njerëz dhe kanë bërë prej kohësh, njerëz dhe, inshallah Zoti i shpërbleft sipas njëjtit. Zoti i shpërbleft. Ne nuk po flasim për njëtet, ne po flasim, a ka argument kjo gjë apo nuk ka argument? Unë mendoj se nuk mund të jemi ne më të devotshëm, më të përkushtuar, më, si më thënë, më të motivuar për të bërë diçka në fenë e Zotit sa vetë ai që i ka ardhur feja. Për ca gjëra kanë logjik brenda, domethënë kjo është bukuria dhe madhështia e kësaj gjëje. Thjesht argumenti. Ai që i ka ardhur shpallja, ai që na ka komentuar fenë, s'ka bërë një gjë të tillë. Për mendimin tim, për një që është i drejtë, në gjykim kjo i mjafton. Për një që është i drejtë, në gjykim kjo i mjafton. A se ka bërë pejgamberi sasem? Jo, po se hapet dhe kjo dera tjetër, ku e di ti që s'ka bërë? Po e hapet ti këtë derë që ku e di ti që s'ka bërë, pastaj hapet kjo derë për shumë gjona. Edhe hajde myll bidatet, hajde na loj bidatet. Ku e di ti që s'ka bërë, thotë? Ku e di që s'ka bërë, thotë ai tjetri? Dhe hajde merr vesh se çfarë është e vërtetë dhe çfarë është e pavërtetë. Daja ka bërë themelet dhe poshtë themeleve ka vendosur dhe kokën e kurbanit. Dhe faktikisht daja im ka shërbyer për një kohë gjatë si hozh në një xhami në Filan fshat, ka përmend emrin e fshatit. Nga që nuk kishte imam. O Zoti imam. Imami fut kokën e kurbanit në themel. Me ç'a bën xhamoti, xhamoti e fut delen me gjithë kokë, me gjithë këmbë. Thot një proverb, idha kana rabbul beyti lit-tarbi dariban fama ahla al-bayt illa ar-raqs. Nëse i Zoti i shtëpisë i bjer dajrës, mos i bërtit familjarëve nëse fillojnë me kërcy. Ose si mbetet gjë tjetër të familjarëve vetëm se të kërcejnë. Ky imami duhet denoncu. Duhet me e çunë spak. I ka raj mamllikut në qafë. Nëse jemi me abdes dhe e fal namazin, e pasi e fal shikon që të ka ardhur cikli. Stresit zero, çaj hiku. Allah e pranoft. Pa stres. A merr gjuna, thot, po çaj gjuna e merr përderisa se ke ditë stresi zero. A është në rregull namazi nëse në shtëpi kemi foto ose piktura ose skulptura që nuk e heqim dot të gjitha sa herë falemi? Namazi është në rregull. S'ka lidhje, namazi është në rregull, edhe pse ka piktura, kuklla, ku dëgjon, namazi është në rregull. S'ka lidhje. A ta shohim këtë pyetjen se kemi me zë. Gjallë fenomene çuditshme këtu në Itali apo po. Edhe në pushime këtu në Itali një Habib, gjallë fenomene çuditshme këtu në Itali apo po. Shpir. Çka kanë ndodhur në Itali? Erdha me pushime këtu në Itali një kampo bënja për punë dokumentesh edhe është ideal për kuptoni me ca çuna që falem te Zvakia, mashallah. Edhe laf muhabet me ata. Po çuna tha do t'ju themi gjë, ka thonë një hoxh tham po gradet tham. Pa që kur vim të jashtë, dhe thonë, nga puna e modhe që kemi, nuk është në nevojshme të falemi, tha, kupton. Është që t'i them të unë, Rabi, po, si t'i them të unë, s'di që t'i them, a kupton, është për te i normave. Është o ka qoni pima, o s'ka qoni normal, se marrë vesh. Elhamdulillah. Edhe ky hoxha duhet fut
Ka I pari duhet çun spak. Thot, kur je jashtë shtetit tu punu, nuk është e nevojshme me fal, ka thonë, po do të jetë ai që I thot vetes hoxha por shukot nga këto që shkojnë për xhenazë, që janë të abonuar në për funerale. Ka ca nga ato që janë abonuar në funerale, që ishte njëri që shkojte edhe për hoxh dhe për prift. Kur kishte nevojë funerale, agjencia funerale për prift, vishte ato të priftit, ikte atje, e vaftiste, kur kishte nevojë për shkojtë si hoxh, I knonte talqinin. Edhe ishte në rregull. Zot na ruaj. Pra, ky njeri është abuzues, domethënë s'ka lidhje, nuk ka lidhje me hoxhlikun. I ka rënë qaf hoxhlikut. A lejohet në Islam të luajmë gërvisht dhe fito? Ky është bixhoz, nuk është gërvisht dhe fito. A biba ke zonin shumë të fortë, edhe del atje. Kështu që ma e vetën. Kjo gërvisht dhe fito nuk është lojë. Nuk është lojë, kjo është bixhoz. Kjo është bixhoz, është haram në Islam. A me lejo të mos agjeroj muajin e Ramazanit nëse kam shkuar nga Shqipëria në Kroaci për punë? Po jo, agjero. Agjero, inshallah. Edhe pse ke shku për punë, agjero. Çfarë lidhje ka? Për punë, për turizëm, për biznes. Muslimani duhet të falet kudo që shkon dhe muslimani duhet të agjeroj kudo që shkon. Nëse agjerimi ty t'jep komplikacionet, t'jep probleme, ke tolerancë. Po jo kështu. Me që jam për punë në Kroaci, mos të agjeroj. Nuk funksionon kështu. Tani që po afron edhe Ramazani, unë punoj turn I tretë, gjithmonë dhe flej ditën. Mirë po më kanë thënë që nuk pranohet agjerimi. Jo, mos e vrit mendjen fare. E rëndësishme ha syfyrin, edhe je në rregull, edhe sikur të flejsh deri në iftar je në rregull. Përderisa e ke bën njetin, je mashallah. Mos e vrit mendjen. A është e lejuar që të bësh një pyetje shokut që ke në krah për ditë xumaje me zë të ulët? Jo, nuk lejohet. Ky është momenti që nuk lejohet kërkimi I diturisë. Koha e gabuar për të kërkuar dituri. Ditën e xumat kur është duke fol hoxha, kur është duke marrë ligjërat. Është vetmja kohë kur nuk lejohet me kërku dituri nga kolegët, majtas djathës. A mundesh me më tregu? A lejohet me kryer marrëdhënie intime me bashkëshortën gjatë shtatzanisë pa mbrojtës? Lejohet. Vetëm me karar, avash, me qetësi, domethënë. Tani duhet me pyet edhe specialistët e kësaj fushë, po fetarisht nuk përbën problem. Po edhe me sa di mjekësisht dhe klinikisht nuk përbën problem, vetëm se me karar. Ul fushin e goditjes. Kanë halë dy jo, Xha Fikret. O hoxh, magjia 40 ditë zjatë dhe pastaj prishet? Jo, të kanë rrejnët. Sot tek palestra e grave, ku jemi disa motra muslimane, dhe jo vetëm trënjera, shpërndau disa trëndafila në shenjë dashurie, me që ishte edhe dita e 14 shkurtit. Dhe na dha edhe neve nga një trëndafil. Me njetin e kësaj dite. A bëm mëkat ne që e pranuam? Pra ishte 14 shkurtit. Po, keni bërë mëkat. Edhe pse se keni pas njetin, keni bërë mëkat. Ne nuk I pranojmë dhuratat e festave pagane apo të festave jo islame. Sidomos dhuratat simbolike të festës. Nuk I pranojmë, nuk na lejohet. Kështu që Zoti ju fal, boni tobe te Allah. A lejohet të mbyllen tubat pas 3 lindjeve me operim cezarian në Islam? Tuba ka përmend si në kohën tonë kanë pas thonë tuba. Tuba. A kuptoni për çka ka për qëllim? E kuptuat. Lejohet, nëse kjo I sjell komplikacione, lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht.
Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Sot është xhuma dhe nuk shkoj dot në xhami se jam me grip shumë të rëndë dhe kam hall se mos po i sëmur të tjerët apo bëj mirë, po, shumë mirë. Nëse dikush ka një sëmundje ngjitse dhe mendon që mund të infektojë të tjerët, ose të mbrohet mirë, ose përndryshe mos shkoj, nuk ka problem, nuk e ka për obligim. Nuk e ka për detyrë, përderisa mund të jetë një sëmundje ngjitse. Argumenti, a kemi thënë që duhet me ecë me argument? Po. Ka një hadith që pejgamberi sa më thotë, mos të futet i smuri tek të shnetshmit. Mos të futet i smuri tek të shnetshmit, tek njerëzit të shëndetshëm. I smuri me kuptimin e sëmundjeve të cilat janë po transmetuese, infektuese. Ama nëse është sëmundje ka dhimbje kokës, s'ka lidhje me këtë hadith. Ka thyr krahun, s'ka lidhje me këtë hadith. Bëhet fjalë vetëm për sëmundjet të cilat janë të transmetueshme nëpërmjet frymarrjes apo nëpërmjet pshertimës e kështu me radhë. Të shtimës, pshertimës. Kam një pyetje tani që vjen Ramazani, a lejohet të shplahet goja për abdes? Lejohet, duhet shplahet goja për abdes. Po larje dhëmbësh, a mund të bëjmë sa jemi agjërueshëm? Po mund të bëjmë, s'ka asnjë problemi. Disa xhallar këndej nga ana jon thuan, pra thon, nga duhet jetë ky, që thot thuan. Thuan, cila zonë e Shqipërisë e përdor thuan? Ë? Korça, thuan. S'let fare për gradesi në mbrojtje të Korçës, fare. Disa xhallar këndej nga ana jon thuan gratë nuk bën të shkojnë në xhami për teravi. Duhet me i denoncu edhe këta se ato të tjerë. Ka një hadith që thotë o njerëz, o besimtar, o rob të Zotit, mos i ndaloni gratë nga shtëpiat e Zotit. O vëllezër, siç kemi ne nevojë me dëgju Kur'an, me përjetu Kur'anin, mirësitë e Kur'anit, edhe gratë kanë nevojë. Subhanallah. Unë them që koha është aq e vështirë, saqë vendosja e disa teksteve apo fjalëve në këtë kohë nuk është korrekte. Kështu që lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht, domethënë, edhe s'duhet me inalu këshilla ime. Nuk duhet me flitet aty, bëhen këshilla, bëhen ligjërata. Elhamdulillah ku ka më mirë se sa kjo gjë. Dikush bëhet sebeb që të largohet nga i gabim, dikush bëhet sebeb që të vendosë xhabin, dikush bëhet sebeb që të jetë më korrekte me sunetet e tij. Ku ka mirësi më e madhe? Subhanallahu, Ramazani është muaj mëshirës, lidhen shejtant, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit. Muaj i bekuar, tha Zoti, shehrun mubarek. Pra shfrytëzohet maksimum. Çfarë do bëj gruaja gjithë ditën aty për shembull? Çfarë do bëj gjithë natën aty netëve të Ramazanit? Po dalin valla, ka nevojë me dëgju Kur'an, Khair inshallah. Tani që fillon Ramazani, unë kam problem me zorët dhe gazrat, ama prishin Ramazanin gazrat, vëlla? Jo, nuk ta prishin. Stresi zero. Kam nusën e vllajt shtatzën dhe do me hynë në agjërim. A i lejohet? Nëse agjërimi nuk i sjell komplikacione për shtatzanin, lejohet. Nëse i sjell komplikacione, nëse i sjell shqetësime, lejohet që ta agjëroj më vonë. A lejohet shkrim të çojmë biskota ose një ushqim të vogël te varrezat, sepse këta të shtëpisë po më thonë që është mirë me çu biskota ose ca ushqime te varrezat. Po sa e rëndë kjo për Zotin. Kjo është shumë e rëndë. Me çu ushqim varreza thot. Biskota, karamele. Hajër inshallah, Zoti i fal, Zoti më shërof. Ndoshta kjo mund të ketë një origjinë tek ajo gjasme që shkojnë njerëzit i hajnë aty dhe merr sevape i vdekmi. Po ku shkon në hanë karamele, biskota në varreza? E di, se pas paku ishim kështu në shkollë, atë ke varrezat të finës. Shkojshin çunat nga shkolla ke varrezat. Bëjshin tavafa në shifshin në i gjo, që ka në i gjo, në i lek, në i gjo. Khair inshallah, nuk është e këshillueshme një gjë e tillë.
nuk është e këshilluar dhe është bidat në islam që njeriu të vendoset tek varret lek ose kandil ose qiri ose biskota si thot pyetja apo çokoladata apo pije freskuese apo gjëra të tjera. S'lejohet, është bidat, nuk funksionon kjo gjë. Motrarimi është zënë pas shumë vitesh, po ka për momentin komplikime dhe është në spital. Një shoqe e vizitoi dhe e solli një engjëll si dhuratë. Pasa pru engjëll kjo. Kanë dalë në shitje engjëllit kështu. Kuj pasa morë engjëll, na sjellë një neve, se i na keq. Do thonë, ka qenë të pikturë e engjëll. Nuk lejohet në islam, për dy arsye. E para se është ndalesa e pejgamberit sa me qartë, e dyta se nuk hyn me lajket e Zotit, aty ku ka piktura, skulptura prezente, dhe e treta, kush i ka pa me lajket që me i pikturu, edhe me i shit njerëzve. Pra nuk lejohet. Si të veprojmë me një vëlla musliman, i japim sa herë sadaka dhe zakat, problemi është sa i luan mbi xhoz. Dhe këtë e kemi të sigurt. E keni haram me i dhonë një njeriu që los mbi xhoz sadaka ose zakat. Për çfarë bëjmë për shembull? Ka fëmijë të varfër, bleja në ushqime. Keni për të dhënë për shembull 300.000 lek zakat ose sadaka, mos e jepni këto lek, edhe jepja një ushqime çdo 2 javë për shembull. E ke zonë shumë të fortë aty. E ke shumë të fortë. E di se del zonë. Çfarë ishte pyetja? Ke qëtë fantazi e fortë. Po tani, nëse i merr ai shit prap, do ta blejmë ne prap. Po nëse ai shet prap, ne do ta blejmë prap. A hapim këtë muhabet tani. A ka të drejtë kunati të flasi me të gjithë njerëzit për një çështje që ka të bëjë me një tradhti bashkëshortore të kunatës së tij, ndërkohë që burri, pra vllai vet, gruan e tij e ka falur për gabimin që ka bërë. Ndërkohë që kunati ja përmend vazhdimisht dhe ja përhap gabimin e kunatës ndër njerëz. Shejtan njeri. Pra burri vetë e ka fal, ka gabu gruaja, Zoti e shpërblet që e ka fal për të rrit familjen e tjerë. Shkon kafsha, pra burri e ka fal, kafsha flet me njerëz dhe ju tregon se kunata ime ka bëu kështu, po vllai ime Këtë duhet të qunë spaç, me elon, 5 vjetë në spaç atje që të mori vetën. Su bon njërës të njërës, njëri duhet jetë njëri. Pastaj të filloj me muhabetet e tjera. Që të duhet të me kunatën, pse flet për kunatën, kush ta ka dhonë këtë drejtë me folë? Kush jeti që përhap gjinofet e tjerëve, kush jeti që s'do njerëzit që të pendohen, kush jeti që do që të shkatrohen familjet. Ku jetoj janë 2 dhoma, njëra është vetëm WC dhe tjetra është dushi dhe ka lavaman. Është e lejuar me përmend Allahun kur marrim abdes, tek ajo dhomë që ka dush ku ka lavaman? Po, lejohet, s'ka problem. Nëse na prishet abdesin namaz kur jemi në shtëpi dhe unë jam imami, ndërsa si xhamat kanë vetëm gruan dhe nënën, a u lejohet atyre ta vazhdojnë namazin në vete? Po. Në këtë rast e vazhdojnë namazin në vete. A është më afër sunetit pejgamberit sa se 2 apo 4 rekate me i fal pas xhumas? Të dyja janë të sakta. Ose fal 2 sunet pas xhumaje, ose fal 4. Pejgamberi sa se ka thënë mbas xhumaje 2 ose 4 sunet. Kështu që është e lirë. Dikush thotë nëse i fal në xhami, i fal 2, nëse i fal në shtëpi, i fal 4. A është mirë për rizq të lexosh fjalinë më poshtme, ja fetah, ja rrezak mbi një kokër gruri, dhe këto kokrat e grurit t'i vendosësh të shpërndara nëpër shtëpi? Po, sa e rëndë, pashallah. Thot, merr kokër grurit dhe i këno.
ja Fetah, ja Rezak, edhe e ven ke I qoshe shpije. Me I kokër tjetër gruni. Ja Fetah, ja Rezak, me I qoshe tjetër. Me I kokër tjetër. Edhe kështu. Këti që e bon këtë punë I ka hik kokra grurit. Si tha menja është një kokër gruri. E merë zogu, e në ngel pa të. Po shisi është përzi. Gruri, e ke përsi është bereqet. Ti e të përmen emrat e Allahut. Ja Fetah, ja Rezak. Edhe bereqeti. E marsia. Uj. Këta nuk ka kush e arreston. Më që janë bo shumë, dhe janë mush burgje të një. S'ka kush e arreston, nuk ka kush I merë për sipër. Nga gja fikret. Më zboni pra koment se ju del zonin televizor këtu. Në pysi njerëzit, kush ishte ai që fliste? A ishte I martuar vallë? Thonë ato. Doja të pyesja për diçka. Unë agjeroj, po nëse agjeroj dhe me rrjedh veshi vazhdimisht. Agjerimi është I sakt, nuk ka lidhje. Agjerimi është I sakt. Po thonë që është haram e nuk duhet pritur mysafira dhe urime para haxhit. Këtë duhet ta kecit në inuse. Në inuse që mos t'i vinë mysafir, ka thonë është haram me prit njerëz para haxhit. Në rregull është ajo. Po me fe nuk është. Me fe nuk është. Dhjetë inuse e zgjuar kjo. I ka gjetë ato gjitha vdalla aty. Në tak ka thonë që nuk është mirë. Nuk është mirë me prit njerëz para haxhit. Po gjithë viti është para haxhit. Gjithë viti është para haxhit. Kështu që kjo qeka për ta bë myftie. Na jep një adresën kur të kemi ndaj pyetje të drejtohemi. Dëshiroj ta bëj një pyetje gjatë kohës kur jemi agjim, a lejohet të kryesh marrëdhënie intime ose për shembull puthje? Mas agjerimit po, mas akşamit po. Po janë agjerimet falë Zotit. Bëj sabër. Nga lindja, nga agimi deri në perëndim diellit, sabër. Mas perëndimit diellit edhe iftar po deshe mos haj. Si që thot pyetja se lexova tamam, ose thot ta shembësh në puthje. Vjerë. Ti shkaktosh tërmet me puthje. Mas akşamit, bëj sabër, mas akşamit tsunam puthjesh. Para 2 javësh më la babi nga një smundje e rëndë, Zoti më shëroft. Shumë gra po më thonë që mos të lëviz nga shtëpia e babit deri në 40 ditë. Nuk është e vërtet, rrena. Nuk është e vërtet, është budallik, s'ka lidhje fare. A ka hadithe që shpirti rri në mushkëri, sepse është përhapur një fjalë, sikur e ka thënë njëri për shokëve të profetit, që shpirti rri në mushkëri. S'ka kush e arreston këto për Zotin, nuk ka kush e arreston. Jo, nuk ekziston kjo lloj gjëje. A ka hyrë në gjyna kunata motra e burrit, ka lexuar një letër nusës së vllajt të saj që tradhtonte vllain, por motra nuk e ka treguar këtë letër për të ruajtur familjen e vllajt, ama e ka peng në zemër këtë ngjarje pse nuk i ka treguar vllajt. Është situatë e vështirë. Kjo është situatë e vështirë. Këshilla ime në rast të tilla është që personi që kapet nga gabim të këshillohet. Këshilla e parë dhe e fundit ti thuhet gjë. Ja ku është letra, ja ku është fakti. Pendohu mes teje dhe Allahut, se për ndryshe unë, e nëse personi gabon prap, mas sa herë atëherë I tregohet vllajt në këtë rast apo dikujt tjetër. A mund qoftë se vazhdon edhe ti e di e mos I tregojsh vllajt, ka sens pastaj, ka sens. As fetarisht, as jetësisht as lloj gjë. S'do të shkatërrohet familja e vllajt. Po çfarë? Ma I kurvë shtëpi vllajt se s'do të shkatërrohet familja e vllajt. Jo, valla, kjo është normale. Çfarë qëndrimi ka Islami lidhur me diferencën e moshës mes 2 bashkëshortëve? Në Islam
nuk ka lidhje fare. Mund të kenë shumë diferencë, mund të kenë pak diferencë, mund të jetë ky më i madh, mund të jetë ajo më e madhe. Në Islam nuk njihet kjo gjë fare. Përderisa janë gjërat e tjera, bismillah, hec. Kam vendos gips të dora sepse e kam thyer. Am lejohet të marr abdes dhe të fal namaz? Duhet të marrësh abdes dhe të falësh namaz. Dorën që e kemi gips mos e laj, fërkoje sipër kështu, kurse pjesët e tjera duhet me i la. Pak vështirësi ke, po Zoti ta lehtësoft. Po që e vështirësi e madhe shumë, bashkoj namazet, s'ka problem. Drekën me kindin, akshamin me ecin. Kështu që namazi duhet fal patjetër, sikur i gjithë me qenë nallçi, jo vetëm dora. Sikur i gjithë me qenë nallçi, duhet me më fal në sy. S'ka, ka pa namaz. Jam e martuar dhe kam 2 vajza, por kurorzimin e kemi bërë vetëm në komunë. Do më thënë kemi bërë dokumentat dhe gjithçka. A prish punë kjo sepse nuk e kam bërë tek një hoxh? A duhet ta përsëris? Pa përderisa jeni martuar, përderisa keni bodasën, përderisa keni fëmijë, s'ka, jeni okay. Stresi 0. Për zekatin, unë jam punëtore dhe marr një rrogë mujore. Si shkon puna për me dhënë zekatin? Nëse arrin kuotën e zekatit, që është për momentin 7 milion lek vjetra ose 7.000 euro. Nëse arrin 7.000 euro, ti depozitosh për një vit, ose më shumë, 10, 15, 20, 30, ti zën viti 7 e lartë, duhet me dhon 2.5%. Për ndryshe se ke për obligim. Këtu te komuna e Prishtinës ka një projekt ku paguhen 50 euro për shtrimin e qenit e Ndacak. Në është e lejuar me ndërtu një vend për këta qenë dhe ne e marrim këto, si më thënë, para, edhe përfitojmë ne, po edhe i majmë qenë në për, shumë si quhen këto, kolibe. Lejohet. 50 euro pasa mirë Prishtinë. Lejohet, nuk ka problem. Nuk ka problem. Sepse më mirë këto qenë t'jenë të kufizuar, t'jenë kontroll, sa t'jenë rrugëve. Dëmtoj njerëzit. A lejon operacionet plastike në gjoks pas gjithëdhënies? Sepse kemi ndryshuar shumë. Dhe burri do që të jemi siç kemi qenë në fillim. Lejohet, s'ka problem. E rëndësishme është që burrit ndihet mirë. Nuk ka problem, fetarisht. Hajde më, çfarë më bë? Ej, Zoti më, alhamdulillah. Pas lindjes me janë urë aq shumë dhe kam gjetur një mjek estetike që mund të më rregulloj me injekcion. Lejohet, përderisa burri kënaqet me i kthy edhe një herë në origjinë, lejohet, nuk ka problem. Nuk ka asnjë lloj problemi. Hajde inshallah. Selam Hoxh, kështu ja, selam aleikum. Selam Hoxh. Për Ramazan kam marrë vesh se nuk duhet bësh seks fare. Jo, s'është e vërtet. Nga akşami deri në mëngjes, deri në kohën e syfyrit lejohet. Kurse nga syfyri deri në akşam nuk lejohet. Po jo fare, na that, na vdiqet. Nëse vetëm bashkëshorti e përjeton seksin oral, a duhet dhe gruaja të marrë gusl? Jo, vetëm ai. Vetëm ai duhet marrë gusl, s'ka lidhje. Kam dëgjuar që ne do japim llogari dhe për mendimet që na vinë në mendje. Jo, nuk është e vërtet. E ka shfuqizuar këtë gjë Kurani. La yukellifullahu nafsan illa wusaha. Zoti nuk ngarkon atë që është e pamundur për njeriu. Nuk e ngarkon Zoti njeriu vetëm se për atë që ka mundësi. Njeriu do të shpërblehet për atë që ka bërë dhe do të dënohet për atë që ka bërë. Për atë që ka menduar, jo. Për atë që ka menduar, jo.
Si jemi me kohën? Fiks, ë? Okej. Atëherë pyetja e fundit. Nëse je në punë dhe ke xhamin vetëm afër 5 minuta, e dëgjon ezanin dhe nuk e fal namazin me xhamat, jo xhuman, por namazin e zakonshëm. Për shkak se është orari i punës, a merr gjuna në këtë rast? Jo. O vëllezër, ti përgjigjesh thirrësit në 5 minuta le të themi rreze rreth për çak xhamis është për atë që ka mundsinë, jo për atë që është i punësuar diku. Ai që është i punësuar duhet marrë leje, nëse si jepet leja, nuk e ka për obligim. Nëse nuk i jepet leja, nuk e ka për obligim. Kështu që nëse pronari, shefi nuk t'jep leje, fale ke punën, nuk ka asnjë problem, edhe sikur ti je në gjithë me xhamin, sepse nuk është në dorën tatë situata. Është ndryshe ti kur ti për shembull është namazi i yacis, e ke xhamin afër, thirret ezanin dhe nuk përgjigjesh. Ktu po je gjunafçar, sepse ke mundsinë. Ama kur je i punësuar diku, patjetër duhet leja atij që ose duhet e kishte vënë kusht qysh në fillim, me që jemi afër xhamisë duhet i fal namazet në xhami. Për shembull, kot po them. Ja, po e mbyllim me këto dy pyetje që ta kemi dhënë më kollaj fshirjen e pyetjeve. Një motor musliman Ramazan ka kaluar, ka lindur një bebe dhe gjatë muajit Ramazan ka qenë lehon dhe akoma nuk ka mujt të agjeroj muajin e Ramazanit. A mund ta paguaj? Jo. Agjeron më vonë. Mas 2 vjeç, mas 3. Çfarë problemi ka? Stresi zero. Agjeron më vonë. A lejohet që të çohet në xhami ose në kishë ndonjë rrobë e trupit, kanatiera apo bluze për ta kënduar që të sjellë marrësi? Jo. S'lejohet fetarisht. I knohet njeriu, personit, jo rrobave, jo të brendshmeve, çorapeve, kanatierave. Njeriu i knohet. I knon imami, i knon hoxha, njeriu që është adap për atë punë. Kështu që kjo që thuhet në pyetje nuk lejohet. Mirë, mjaftohemi me kaq, inshallah Zoti ju shpërblet, Zoti nderoft.